Tregon cila shenjat horoskopit kthehen gjithmonë tek ish partneri. Shenjat horoskopit që kthehen gjithmonë tek ish partneri janë, e kemi këtu shenjën e gaforës. Okej. E kemi peshqet, është demi, akrepi, edhe peshorja. Janë shenjat që gjithmonë e gjejnë rrugën me u kthy tek ish partneri vet. Gaforja kthehet tek ish partneri për arsye që ajo lidhet tepër shpejt me personat që i ka afër, pastaj pas ndarjes fillon me ndjej atë mungesën e personit edhe fillon me ndjej atë stabilitetin që ja jep jo personi, po lidhja si lidhje, edhe mandej prej kësaj ajo mashtrohet dhe mundet mu kthy ndoshta edhe tek ai ishi që nuk është i mirë, toksik, që po thojmë tash. Mandena është akrepi për arsye që lidhet intensivisht shumë me partnerin e tij, nuk kthehet gjithmonë tek krejt partnerat, po kthehet tek ata partnerat që i kanë lënë diçka në mendje, ja kanë kuptuar intensitetin e akrepit, edhe mandej mendon që të tjerët nuk kanë me kuptuar ç'e ka kuptuar, edhe mandej e gjen veten tu kthy. Peshqit për arsye që janë shenjë shumë ndrimtare, janë shenjë që jetojnë shumë në imagjinatën e vet, lidhen tepër shumë me të kalumen. Shpesh kthehen tek ish partneri për arsye që nuk arrin me kuptu a ka përfundu dashuria për atë partner apo nuk ka përfundu, kështu që gjithmonë thot t'ja jepi një mundësi, pastaj ato mundësitë e dyta fillojnë me u bë mundësia 3, 4, 5 edhe gjithmonë kështu kthehet. Ai eksi krejt edhe s'don. Nuk don ai mo. Mandena e kemi demin. Demi kthehet tek ish partneri për shkak që mendon në momentin kur të ndahet, mendon që ka humb stabiliteti i jetës së tij. Demi për arsye që dashuron shumë, nuk ndodh që ai me pas lidhje thjesht aventurë.